Lideri i opozitës Lulzim Basha i është drejtuar zgjedhjeve në Partinë Demokratike në njësitë numër 12, 14 dhe 15 të Tiranës, që të refuzojnë vendimin e qeverisë për të marrë të dhënat e identifikimit të pajisjeve celulare ose email. Basha u shpreh se ky akt përbën kërcënimin më të madh që i bëhet lirisë dhe të drejtës për privatësi në këto 23 vite demokraci. Duan të përgjojnë këtë duan pa dhënë hesap askund. Në prill gjykata europiane mori një vendim dhe i tha kompanive celularëve, ju do të dënoheni edhe po i ruajtët. E jo më t'ju shkojnë mendje, t'ja jepni qeverive. Ndërsa qeveria këtu i thot kompanive do t'ju dënoj posmidat, i thot qytetarëve do t'ju gjobis posmidat, të dhënat personale. Është kërcënimi më i hapur ndaj lirisë shqiptarëve në këto 23 vite. Kreu Demokratëve i është referuar qeverisjes së majtë si rilindja e së keqes, e cila sipas Bashës tronditi familjet shqiptare me mbylljen e universiteteve pa asnjë paralajmërim. Si në kohën e revolucionit kulturor kinez, kanë vënë gomerët para kuajve. Në momentin që arsimi kombëtar priste përkrahjen politike, mbështetje financiare, vjen dora e dhunshme e paaftësisë. Dhe në themel ka korrupsionin dhe klientelizmin, prandaj nuk duhet lënë të ketë sukses. Rilindja e të keqes po trondit çdo familje shqiptare. Lulzim Basha u shpreh se dhe marrëveshja me Çezin dhe humbja sipas tij e 3 miliard dollarëve do të përkthehen në para që do të dalin nga xhepat e shqiptarëve në formën e rritjes së faturave të energjisë.